Top Albania Radio. She's on air. Përshëndetje! She's on air në Top Albania Radio, në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Sot nuk kemi thjesht një fer. Nuk kemi thjesht një fest? Nuk kemi thjesht një temë doja, por kemi dhe të ftuar shumë special që patjetër lidhen me Big Brotherin. 3 personazhe të cilët e kanë lënë shtëpinë dhe do na tregojnë pak më shumë se si ishte eksperienca brenda dhe patjetër që nuk do shpëtojmë pyetjeve tona. Dhe kemi startuar me atë më të ëmblën, do ta prezantoja unë me patjetër, e cila e la shtëpi para një jave dhe e kemi sot këtu me ne. Dje një javë, fiks. Dje një javë. Të martën kam dalë. Igi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta goca. Jam shumë e lumtur që jam mesin tuaj, keni një energji shumë të mirë që të gjitha. Gjitha pas energjisë së Big Brotherit besoj se gjithkund do gjesh energji më të mirë. Por që Igi pas ka rujt energjinë e saj pozitive, se si erdhi këtu dallu dhe ne ishim full. Po s'ndonjë shumë mund se marrë. Prap se prap Ja ka sjellina kem atë energjinë e mirë. Igi, unë do të pyes direkte se si ishte pasi ti dole nga shtëpia. Do me thënë si u ndjeve ti, çfarë pati ato ndryshimet që fliten? Në radh parë ndryshimi ishte i gjumit për mua. Unë kam shumë si çdo njeri normalisht, shumë të rëndësishëm, plus edhe kam një ditë shumë me rregulla, ushqem në të njëjtën orë, aty nuk bëheshe fjalë, normalisht ngarkesa lojes e gjitha. Kur dola këto ishin primaret, po themi, plus edhe fakti se si më kishte pritur publiku, domethënë isha kurioze, dëshira për të ditur sa më shumë, domethënë rreth situatave. Kështu e përjetova unë të paktën. Fillim një Ne me sa të pam, ti nuk është se kishe një strategji të qartë. A mendon se të penalizoj kjo gjë me lojën aty brenda? Shiko, unë aty duket shumë klishe kjo, po unë aty doja të isha vetvetja. Dhe në fakt e kam thënë edhe në Prime, paçka se unë i kisha parë këto personazhe që ishin pozicionuar dhe kishin dinamikat e tyre, po unë doja të shkoja aty dhe t'i njihja personalisht të gjithë dhe të shikoja se është ndryshe kur ti më shikon nga ekrani dhe po shikon një show, dhe ndryshe është kur ti flet me mua si gestikulon, se si më shikon, energjinë që ti përcjell, që doja t'i jepja këtë shansin këtu dhe thash, okay, unë do futem te kjo lojë. Normalisht isha shumë koshente që po hyja në një pikë loje se gjërat ishin ndërtuar e gjitha, po që ishte një shans që doja ta kapja dhe unë. Egi, shumë njerëz thanë se nuk patën kohë të njihnin mundësinë, pra ne duam të dimë kush është Egi jashtë kamerave. Egi është ajo që ishte aty, pozitive, terapiste. Profesioni tretë tash terapiste, se s'na dolën këto të tjerët. Jo, unë jam një grua që më pëlqen të jem e drejtë dhe në jetën time më pëlqen të rrethohem me njerëz pozitiv, më pëlqen aty se kishe mundësinë se Tani që dole, po t'u jepte mundësia për të rifutur në shtëpinë e Big Brotherit. A mendon se do kishe ba diçka ndryshe apo do ishe po njëjtë, po ti? Jo, Livia, unë do isha unë. A do rifutesh? Unë do isha unë. Egi do rifuteshe? Në këtë Big Brother nuk mendoj. Po të kishe shndruar më gjatë, mendon se publiku do kishte parë një anë tënde? Unë mendoj që nëse t'isha futur pak më përpara, mendoj që do kisha zgjatur më shumë edhe do bëja një farë kontrasti me këtë rrëmujën që është krijuar aty brenda. Cili është mësimi që e morë ti nga ky Big Brother edhe për aq pak kohë sa ishe, çka mësove për veten? Çfarë mësova për veten? T'jem kjo që jam. E përforcova dëgjoj, unë nuk do të jem si ato. I vura një pikë. Shiko se ata janë dhe lojë, se jam e bindur që janë njerëzore kanë të gjithë aty brenda. Po ka dikush vendos të luajë dhe në forma të është zgjedhje personale. Ti nuk do bëj kompromis për lojën. Jo. Domethënë para se ty nuk e mendove në një moment që shiko, duke i parë nga jashtë, unë do kem këtë strategji, se ke menduar kurrë? Sikur një mendim të ketë shkuar në mendje për një strategji. Dgjoj, një dy pika i pata dhe unë domethënë që mund të kapja. Strategjia e Egit ishte kjo që të rrije vetja e pozitive. Jo, unë po i them për lojën që kishte parë xha nga jashtë. Një dy situata dhe mund t'i kapja me thënë drejtën, po nuk doja të bëja ca kompromise. A ka ndryshuar ca perceptime, domethënë nga
dikush që mendoje jashtë ishte i keq, po thojza se i keq nuk është askush, që brenda pastaj the jo, po që ke mirë për shembull. Tashi, Mateun unë e kam njohur dhe nga jashtë. Okej. Edhe aty brenda për shkakun është duk shumë arrogant. Fillim, ë? Okej. Kur shkova aty është tjetër gjë komplet. Okej, nga jashtë u duk të arrogant, ndërsa brenda tu duk kur e shikoja, se unë e njoh edhe në jetë, domethënë njihemi prej vitesh me Mateon, kemi frekuentuar në njëjtën palestër. Domethënë aty se si e perceptoja unë duke parë show, ishte pak arrogant, po kur shkova aty ndryshova komplet mendim. Pasuar tek personazhet brenda shtëpisë. Ditën e shtunë u diskutua në Prime mes një raporti tek Rogerti dhe Juela, i cili nuk ishte më thjesht një ortakëri, por mendonin se mund të kishte diçka më shumë. Po çan këto masi besoj fare. Po Ti që e ke parë më nga afër, mendon, si mund të shkojë? Ore, ata kanë këtë bashkëpunimin tani. Apo mund të jetë edhe një strategji servirur nga ata. Ças bëva kjo, Rogerti është një i xhonglon gjitha, domethënë ai më kam pas situata aty ç'a thoshte tash, ta thoshte pastaj ose ta ndronte, domethënë ka talent për këtë punë. Është vërtet talent, sa unë i thash një herë, do bësh aktor ti, thash unë, vdes sa të bëjmë aktor. Po nuk ka as pak nuanca dashurie apo jo? Ja. Si të duken këto banorë që po përdorin këtë situatë vazhdimisht tani, sikur ti Po ças rri me din një të butë shpikin, s'din të shpikin tani se unë s'kam pasi gjë aty për në. Po, momentin kur Brikena shpreu më në fund pëlqimin drejt Mateos. Si të duke sinqert nga Ana Brikena? Apo ishte momenti që ajo më në fund ta shprehte si pëlqim? Unë kam shkuar, jam futur në pikë kur ata domethënë nuk kishin, po fillonin të afroheshin, domethënë, por nga jashtë edhe unë kam qenë shumë skeptike, kam mendu ky çuni e pëlqen vërtet, se mendoj vërtet që ai e ka një ndjesi për atë vajzë, ndërsa kjo vajza po bën pak lojën, po e mban çik varr, por në momentin që kam shku dhe kam jetu aty me ta, dhe kam dënjur goxha me të dy, domethënë, ishim goxha të lidhur, kam pa xheste, kam pa shikime, kam pa përkujdesje që Brikena nuk i ka për të tjerën, kupton? Dhe është kjo gjua famshme e dashurisë, që jo të gjithë e shprehin njësoj, domethënë, disa bëjnë shërbime për ty që ti ta kuptosh, disa ta thonë me fjalë, disa të prekin sa më shumë, që unë kam besu te kjo gjëja, që ata pra vërtet pëlqimi mund tyre të... është i vërtet, sipas Unë e mendoj, po. Me që jemi te kjo gjua e dashurisë, po për Babi Mirin dhe Babi Mirin strategun dhe vajzën e tij. Tani që doli dhe Gimbo, e thot naç patos, Babi Miri sa që nuk E ka që nuk e shoh ndryshe përveç se Babi Miri është shumë gentile. Po ta marrësh kështu, ka një qasje shumë vetëm me Selinin apo edhe kundër banorëve të tjerë? Po jo, edhe me mua për shembull, ku di unë themi rast si vajzat e tia. Isha në, jo me avashti. Jo, këtë batutën ma ka bërë Visianin te Portokallia, domethënë se Visiani imiton Mirin dhe thot vajzat e mia. Jo, edhe me mua për shembull në shenjë gentilese ishim një ditë në Borë, unë kisha ftohtë, ofroi të mipte xhupin e vet, gjë që një mashkull i gentil. Nuk sillet ndryshe me Selinin në formë amoroza, domethënë me pëlqime, me nuanca dashurie. Tani unë mendoj që kjo është loja. Po i futem fare pastaj asaj pjesës ç'a mund të ketë në rreshta e ku diun, po që e len ambiguitet, dëgjoj, fakti që ti diçka e len në ambiguitet, tani mund të merret në dy kuptime. Që ti ndoshta do ta zjasësh të lojën, ose ke dhe pak të pëlqimin për këtë vajzën. Pra, brenda shtëpisë Big Brotherit nuk ka vetëm loj, ka dhe dashuri. Po, aty jetohet, Olivia, ti ke qenë dhe vetë. Reality, është reality. Vitin tëm veç dashuri s'kam po me thënë. Jo, po them në marrëdhënie njerëzore. Miqësore. Jo. Da me thënë, unë po thamë, po, jo, personi që unë kam shoqëri shumë të mirë me te, unë e di që ka pas një ndjenë shumë të vërtet, po nga nga tjetër, mendoj që nuk është kthyer në mënyrën të duhur. Pra, ka pas loj nga nga tjetër. Po dhe tani në këtë situata, ka ndjenja vetëm nga Miri, apo edhe nga Selin?
Kjo do jetë një pikpyetje shumë e edhe gjatë aty besoj. brenda Siç ma kam beso. thënë. Unë duke pas edhe këtë statusin tim, domethënë e martuar me një fëmijë, e di që dhe mirë e ka të njëjtin status. Nuk do të doja tani të flisja gjëra që ndoshta nesër do pendohem. Domethënë nuk mund t'i vë një. Ore, dashuria ka arsye që arsyeja nuk I njeh. Kështu që hajde merre vesh ti tani. Basuar nga me që u dhe vetë tek statusi. Më thuaj. Ka qenë komenti I parë I bashkëshortit, I djalit, I familjarëve. Ojna, ti e di, Ojna. Unë do bëj punën time. Ojna, tregoje pak atë muhabetin e telefonatës bashkëshortit Ka tim. qenë shumë e bukur. Ishte momenti që Egi sapo kishte dalë nga shtëpia dhe unë thjesht u nisa, isha me Livian për të shkuar për të marrë Egen. Mirëpo, bashkëshorti I Egit nuk është se është një që vdes të ndjeki këto reality apo të ripas televizorin. Shumë në botën e tij. Ka një botë tjetër. Ekstreme. Dhe në aq ditë sa Egi ishte brenda, unë sa herë që bija të takoja e të gjitha ai më tregon, më pyeste që çfarë bën, si është, këto se nuk e shikonte vetë. Nuk e shikonte. Dhe thjesht unë mbaja në update. Atë ditë më bie telefonit fiks apo unë kisha hyrë në parkim për të marrë Egin dhe më thot, "Ojna, çfarë bën tha mua si më falta se është pak vonë tha, po tani tha hapa televizorin tha, po s'po e shoh Egin." Egi të vitë derës. Po ta sjellën te shtëpia. Egi thash sa po ka dalë, thash unë ka hap pak vonë televizorin. Po me rëndësi se pas ka ndje, ka hap fiks në momentin që ka dalë, kështu që e marrin për të mirë edhe Për këto. që do t'i bëja këto lloj Kam kanalin e parë, kanalin e dytë për të parë por që nuk të ka kundërshtuar në asnjë moment për pjesëmarrjen tënde në Big Brother. Ishte pro. Thjesht nuk I ndjek. Kam shumë bashkëpunues, Është shumë e kam fatme. shumë mbështetës dhe Po ne do të mashallah goca. Egin e kemi shembull duket në gjitha anët. Neve do kalojmë në një hapësirë të vogël publicitare, do rikthehemi për të folur pak më tej me Egin dhe për Egin këtë herë.